Së dashur, jemi rikthyer kështu me pjesën e dytë të emisionit e po vazhdojmë pikërisht me atmosferë, sepse edhe në këtë pjesë të dytë kemi të ftuar një prej zërave më të veçantë, që është Florian Thoqe. Florian, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë për kohën, sepse di që gjatë gjithë kësaj periudhe keni qenë shumë të zonën, mirë që sonte nuk e dosëm, edhe ke gjetë kohë me orteni. Edhe na do të bëhet pushim pak në verë, edhe kështu që kënaqësi sot që jam në emisionin e juaj. Faleminderit shumë. Çish ka shku krejt sezona për juve, Florian? Tash jeni këto ditët e fundit, kur në fakt edhe numri i dasma po besoj është shumë më i ulët në krahasim me fillim të sezonit, si ka shku në përgjithësi për juve? Përgjithësi sezona ka shku mirë, dasma ka pas shumë këtë vit. Edhe kënaqësi ku do që kemi shku në ahenge dasme të familjarëve, të miqve, shokëve tonë që na kanë përzgjedhur neve. Kemi kalu shumë mirë bashkë me grupin. Edhe kënaqësia e madhe është që në fund dasmori thotë që u kon atmosfera mirë, faleminderit shumë edhe këtu. Kjo është puna që e bëjmë na, edhe menoj me pas vazhdimsi profesionin tonë. Për shumë artistëve në fakt që kemi pas këtë në studio, po i dëgjojmë ku pas kohë se thonë kjo sezon ka qenë pak më e vëndshme, dasma dikur janë bërë ndoshta shumë më herët, tash në këtë vetë kanë qenë shumë më të vëndshme si dasma, sa arrini me vrinë ndoshta dhiu, me qenë se gjatë gjithë kohës tash sa sezona vetë se jeni aktiv, sa arrini ndoshta me vrejt këtë ndryshimin që po ndodh? Dasma tona na dihet që se cila familje e ka dikon grupet qarë, edhe pa ka shumë na bazomi edhe në ta, se pa ta nuk bëhet dasma. Nuk ka e shi dasma. E kështu që më varësisht edhe ata qysh i kanë ato pushimet e tyre, edhe mund me shku pak ma shumë ka gushti sezona me thonë, po nuk është që u vrejtë në najtë edhe prej viteve të kalume, na po thamë është puna të shku veç të u bo ma mirë për të na, edhe na i natë kënaqën, tash s'ka rëndësi me thonë një javë për para, një javë për mas, u shty ose u afru sezona. Po, ndikon dështë ndonjëherë që me numri dasma ndoshta me qenë me jolt, me qenë se shtyhen? Zvoglohet pak ndoshta numri... Ka mundësi me ndodhë dhe ajo, se për shembull tash na e kemi një datë caktume, nuk mujna me pas 2 ose 3. E vërtet. Me këndun 2-3 dasma caktume, na e kemi një dhe ndodhë që për shembull ka shumë kërkesë për një datë caktume, që jemi zëntë dhe nuk ka mundësi me shku atë. Ju përzeni që me shku vetëm me një dasëm, që e gjithë 100% që ju i në 7 jetë pikrish nga dasëm, a? Po, shte pa mundë me shku në dy. Dasëma është, e ka një orar pak më të gjatë, nuk është sikur mbrëmjet. Dikon na shku nëse është dasëma në 7 ose 8, na zakonisht jemi 2 orë për para bashkë me grupin, me bendin. Përgatitjet zërimit teknikës tonë që i kemi, edhe jemi gati, dhe më tonë 1 orë për para na jemi gati, që kur të vjen dasmori edhe na shef që jemi aty, se normal, është një farë stres për dasmorin që nështë s'ka pas dasme që 20 vjetë ose e ka dasme në parë në familjen tyre, edhe ka një stres që shka me shkuri edhe dasme sënë, edhe kur vinë ata për shamë në ora 7 ose nësa kanë, edhe na shofi neve që jemi aty, ata 50% stresit veç e hekin. Veç e hekin, sepse ka, unë ndohet e ke pjesë, sepse ka shumë për artistëve që po thonë se po mban ndoshta 2 dasma brenda natës, tash ka fillu edhe ky trendi i ri dhe thotë që njerëzit me ftu mysafir ekstra special, këngëtar special që me orë na dasëm, qysh po e shihni jo, edhe në fakt sa jeni pro kësaj pjese. Sepse me qenë se tash jeni një periudhë gjatë, po thuaj që është ndoshta pak problem me arritmizat të 2 dasmat për një natë. Tash varet për artistëve se qysh punojnë. Ka artistë që punojnë veç me kështu me thonë special ose me bëvasia që vinë. Ajo është një kohë pak më e shkurtë se ka një 30 ose 40 minutë që vinë brenda natës. Po na zakonisht jemi prej orës 6 deri sa të kryhet komplet dasma, jemi aty. Që jeni bashkë me dasmorët, sa që ndrojnë dasmorët jeni dy. Dhe dormi mas tyne, kështu që jemi gjatë natës aty. Na ka ndodhur me pas edhe kësi lloj bevasia, është pak ma e lehtë me thonë, është se e ki një kohë caktuar që shkon 10 ose 11 kurdo që e cakton çifti orarin kur ti kemi performu, ajo është pak ma e lehtë. Përndryshe na zakonisht dasmat që kemi pas deri sot, kemi qenë aty prej fillimi deri në fund. Sepse ka shumë prej kolegëve të juaj që ndoshta po e shohin pak si po e vëndsin me dyshje këtë pjesë, sikur ndoshta dasmorët nuk po ja u besojnë 100% një këngëtari, mandej poftojnë edhe dikë ekstra. Si e shihni ju Florian? Është pak punë shije. Për shembull, secili person e ka shijen e vet të këngëtar të ndryshëm.
ai që ka mundësi me i marë 2 ose 3 ose 4, pse mos me i marë? Neve nuk na pengon. Do të në aspektin artistik për juve është okej. Po tjetër, se çdo se në botë me program, e kemi programin, si cili artist ka me pas programin e vetë, edhe bom performansën e vetë, na duhet me pas edhe me kolegë, edhe me këngëtarët, me pas bashkëpunimin tonë, edhe kështu që Sicili ka me pas atë pjesën e vetë, në një dasme që ka pak ma shumë artista, këngëtarë, Shumë e kuptueshme. Po, si e gjykon në një farforme kur shumë prej kolegëve tuaj e shohin si në vlerësim këtë pjesë? A duhet me u marrë si në vlerësim, apo është një diçka që, siç po thuhet ti, është çështje shije? Unë po them muzika është pak ma problematike se është çështje shije. Për shembull, si puna nëse na e kthejmë pak me një futbollar, dikush e don ato, dikush e don këto, nuk do të thotë që me pas krejt shijen e njëjtë. Nuk i shkon interesant me pas shijen e njëjtë. Dikush e don këtë këngëtar, dikush këtë këngëtar tjetër, këtë band tjetër. Por neve është rëndësishme me pas performancën sa më të mirë, edhe po them ai 80% që se 100% që është e pamundën, më u kon të kënaq me performancën tonë që e bëjmë na. Na mundohemi me pas në repertoarin tonë edhe këngë, edhe të vjetra, edhe moderne, treja, edhe me përfshi krejt gjeneratat, se ndasëm ka gjeneratat edhe të vjetra, të mesme edhe të ri, edhe është mirë me i përshtat krejt, edhe dijet aty për kush në kaftu edhe për kënd jemi aty. Jena për atë qift që kam martu, mundohemi me plëcu gjitha dëshira që i kanë. Edhe ajo dasëm me mbajt mend për ta për të mirë, sepse gjithçka që është si duhet. Se fundit na e krymat na, po kam e met një USB ose një CD që ata kanë me pa shumë shpesh. E vërtet. Edhe mi met një kujtim sa ma i mirë. Florian, ti po kallëzohesh shumë i kujdesshëm, edhe do të nuk po dën me pas asnjë. Na marrë fit me kallëzon po shkojmë aty. Asnjë fjalë të keqe për askënd, as prej kolegëve, po as për dasma, as për asgjë tjetër. Po besoj që edhe ti ke diçka që ndoshta kishe pas dëshirë me ndryshu te mënyra se si bëhen dasmat tani në Kosovë. A ka diçka që ndoshta me qenë se jenë këtë pjesë, jenë këtë treg, edhe tash një periudhë gjatë vetë se je prezent gjatë gjithë kohës në parahingjet ndryshme, po besoj që ka diçka që ndoshta mendon se do të me u ndryshu në këtë treg, në këtë fushë. Po, tash po them, 80% të familjeve që kemi qenë na, ka pas, po them, gjithë shka u konë në regullë, gjithë shka u konë perfekt. Tash, a ka diçka me ndryshu, normal që po, se ka shumë sene që për shembull dikon shema mirë, dikon shema keq, edhe ki qef më konë sa ma e mira. Edhe për, jo veç për neve si këngëtar, po edhe për dasmorin. Dasmorin, që dasma me mbajt mend. Pa tjetër, me mbajt mend. Tash të më thonë, ka familje që për shembull kanë, ja dinë ranin ma shumë, të për shembull të puna e vallëzimit, të puna atmosferës, se na jemi aty për me bo një atmosferë. Nuk kemi aty për shumë me kënduna dhe me ardhë njerëzit me najt ullë ose me shiku qka të ndodhë. Më thonë këtu për shumë nëse vjen ndarësëm shlera ho, këse, luj, shijoje, dhe më thonë, kam ardhë edhe koha që edhe të puna restorani që e kanë një pjatë të parë, 2, 3, edhe ato, dhe më thonë, është që duhet me i shiju të amanë. Jo veç me shku me thonë, veç po boj muzikë 2 orë ose 3 orë pa ndalë edhe tani vëlla po me dhomi vesht, ose shumë pa të zo, ose kanë edhe ankesat e tyre, po thonë përgjithsi, si vjetë kemi pas dasmat të mrekullueshme, jena knaqë na shumë. Po duket se po shkojmë tu për mirësu, çdo vetë më shumë, ndoshta po shojmë pak më shumë, po sillim pak edhe trendet huaja, si është atë sepse gjatë gjithë kohës po ndryshojnë dasma, do të thotë po vinë edhe trendet të reja, të cilat po vinë dasmave, mënyra e kremtimit ndoshta ndonjëherë po mundohet me u modernizu, pa ikas asaj tradicionale. Edhe si vjetë kemi pas edhe shumë valtar, tamam kështu dasme tradicionale, që më vjen mirë që nuk i harrojmë këto. Tash po thëmë na prap i kemi ato këngët tona, atë repertoarin tonë, sot do që e modernizojmë dasmën, muna me modernizu për shkak me një dekor të mirë, ose me një ushqim të mirë. Po prap tradicionale na nuk e hekim. Nuk besoj që ose hekmi, po nashte nuk muna me hekat shpejt. Nuk heket diçka që është e jona, e vërtet. Po është e mirë, pse du të me hekë diçka që është e mirë. E vërtet. E përmendu ma herët mërgjimtarët, në fakt dhe tregum që ndoshta shumë prej dasmave, shpesh herë shtyhen vetëm për me prit me ardhë bashkëfamiljarët, mërgjimtarë, shoqni, çdo që pikërisht ata dasmori kanë. Sa e vrin ndoshta që pikërisht janë mërgjimtarët ata që krijojnë hala ma shumë atmosferë në dasma. Më thëmë, ata janë, që me thonë, shëriti i familjes.
pa ta s'ka as atmosfera, as dasëm, na se cili prej neve kemi dikon jashtë. Për shembull, ka motrën, ka dajën, ka ato, edhe kështu që pa ta s'mendoj me bu një hang familjar. Edhe besoj që krejt na e kemi dikon që kena qef më konë darsëm tonë, edhe ata normalisht që japin shumë për vendin tonë. Më tonë respekt gjithmonë, edhe ata s'po vinë musafir, po ata po vinë në vendin e vetë, në shpitë e tyne, edhe kështu që knasi. Her pas here gjykohen në fakt mërgjimtarët, edhe nuk e din të shta edhe vetë një ndojher e zonë vetën të i gjyku për ndoj arsye, qëfar i do qofta jo. Si eshe kur ne gjykojmë ata që kanë dhënë shumë për Kosovën, vinë këto prap investojnë në një farforme në Kosovë, se i kemi bo pak shoqëni kështu gjykuese ndaj mërgjimtarëve kur ata vinë në shpinë e vetë? Po thëmë, edhe të na pak ka ndryshu jetesa dhe që e tha modernizimi. Jemi modernizu dhe një në Kosovë. Jemi modernizu, po edhe puna tona dhe nashtë na nuk po kemi ko shumë me ju përshtat pushimeve të atyne, se nashtë kur të vinë ata në pushim, na jemi me punë. E tani këtu po ndodhe një farë konflikti që për shumë ma herët kanë orë, ka pas ma shumë njerës pa punë, ka nejtë me ta, kanë shëtit e sene. E ta shtë edhe kjo ndoshta ndodhë pak që nuk përshëjojnë edhe ata pushimin me familjarët e tyne sot duhet. Mirë po, unë e menoj që është gabim me i paragjyku, me folë, ose ata po vinë në shpit veta, funit jonë të jetu dikon, edhe na mujna me shku me jetu dikon tjetër, edhe prapë më këty në venin tonë. E vërtet. Ata nuk kanë shku bashkë për pikë qefit, nuk kanë shku me jetu jashtë, e kanë pas një arsye caktume, kështu që edhe shqiptarët ku do të qenë për botë, kanë arritë shumë, kanë bizneset tyne, janë qdo aspekt ku do koftë ata peshofni edhe vetë. Më thonë në biznisë edhe në sport edhe gjithkon, më thonë pa e taku një shqiptar që është i famshëm nuk... është pak problem. Okej. Pëndojemi pikrisht të sezona edhe pëndojemi të gvera, sepse duke pas parasysh se jeni gjatë gjithë kohës të angazhum, po besoj që shumë pak kohë keni dohe për vete dhe ju si këngëtar ndoshta me shku me shiu si mësafer diku një dasëm. Sa ke pas mundësi në këtë sezon, Florian? Ndodhë shpesh në me mungu edhe nashtë edhe në familjet tona. Na vjen shumë keq, po na veç zimi për shembull data 1 vjet ose 2 vjet përpara është e pranotuar data dhe është e pamundur me shku. Edhe po them edhe verën tamam nuk e shijojmë që ç'dohet. Mundohemi para sezonës edhe në fund krejt sezonës me shiu pak. Po tash na e kemi zgjedhë këtë punë, kemi zgjedhë këtë profesion edhe dihet që në dasma zakonisht ajo kulmi i dasmave është janë verës. Janë verës. Edhe kështu që duhet më pajtu me këtë fakt. Mundohemi tani pak mas sezonës me shiu edhe na pak pushime edhe na pak verën edhe ç'është. Sa po mbrin që ndoshta në këto ditë ngarkunemi kushtu ko familjes Florian, sepse për gjithë neve po besoj familja është shumë e rëndësishme dhe në shumicën e rasteve kalimi kohës me ta është një farë energjie në vete që akumulohet edhe mandej mundemi me qenë pak ma efektiv qoftë tek puna, qoftë angazhimet e tjera. Sa po arrin me gjithë kohë dhe për familjen, po i përmend edhe mërgjimtarët familjar, kur vinë ata me kalu kohë. Ditët që mujna me shvizu pak dhe sa para se me shku në dasëm, zakonisht kur jemi ma ofër me lokacion, do më thonë në shpe, mundohemi me shvizu pak atë kohën, me shku pak me nejtë në shpe dhe familjarët e tonë, mi po, me dal një drejk, ose mundohemi me kështu pak me shvizu, po falemderues gjithmonë prej familjes që na kuptojnë këtë kohës, edhe ata nashta janë pushim tasht, e na jemi me punë. Normalisht na kërkojmë edhe përkraje për familjarëve tonë që kemi, na kanë përkraje gjithmonë, edhe faleminderit gjithmonë për familjet tona. E cila është njëna prej këngëve që momentin që dasmorët e ndëgjojnë, është ajo që i elektrizon edhe me njëherë atmosfera aty është flak. Po thash, na kemi këngë për shembull për çiftin, për nanën, për babën, për vllahën, për motrën, për dajën, për miqën, i kemi ato këngë që zakonisht këndohen dasma, që më thonë... Po cila është një prej këngëve kështu që publiku me njëherë janë në kam për me kësy? Po nëse përfillojmë dasma, atër është në unis dasme për me dhe nisë. Edhe normal që fillon aty dasma, fillon atmosfera, po ka dhe këngë që janë dhe përqujnë, gjdo vjetë del ka një këngë, ka një het, ka një kështu që këndohen dasma. Po apet për thëmë repertori dasma është vazhdojnë me qenë, po. është ma i gjonë, po. E ka se cila atë kohën
deri sa ti në qifti, kur ti në qifti tani ka kong tjera, tani prap, për shembull është koha darkës, mas darkës, ka kong tjera, janë ato kong të letat që i bojmë në prerin e tortës, edhe ka shumë kong, ka shumë repertuar, varsisht edhe ku jemi, edhe në varsisht prej musafirëve, kërkesave, që ka, është shpesh artojmë, për shembull, që sa si pas me kënu këtu kongë, se këtu kongë, ndodhë që s'mon është me kënu këtë repertoarin, po mirë që jemi zgjenu në repertoar dhe kemi Qka me këndu? Kemi që me këndu. Atmosfera kemi me pas unë të këtu me ndë një pri kongëve, që janë se me të pas këtu prezent, dhe mos me na këndu pak diçka për gjithë shikuesit tonë, jemi në një natë verë dhe sigurisht do sillim atmosferë për shikuesit tonë, qka dhe që ti ke dëshirë, shumë shkurt. Qka me këndu? Qka të dushte? Po do një dasma dhe shkëm. Qka të dushte është në dorën tonë? Da unis dasma për me unise, o faman aman, e për haj qofti zoti shpise, o po faman, për haj qofti zoti shpise, o po faman. Zonit pas ka pushu sot? Mirë, pak ka pushu pak, po. Regjia jem të i kërku një kongë që e keni diskutu dje. Qëllën kongë? Në telefon e keni diskutu një kongë. Qëllën po thotë regjia? Nuk e di ta shumë, ju e dini që keni folë atë në telefon. Një kongë që e keni diskutu në telefon, po më tojmë për Florionin. Nuk e di vëllaj, në të kam zojnë cilën vetëm. Shkruje një urime dhe... Doni, po dhe me mgucë mu. Shahe mori shoqe. është i kongë shumë i vjetën në fakt. Shaho mori shoqe, diçka me të kalzue, diçka me të kalzue. E vazhdojmë tani. E vazhdojmë as njëna dënë. Ndosë me vazhdojmë. Florian, a ke pas ndonjëherë rast që ndoshta duke këndu çdo natë kështu edhe me radhë, me pas probleme me fytin, me të shterzani, mos me mbri ndoshta me shku me një dosëm për shkak të problemeve? E mira kësaj që na jena dy këngëtarë, unë e punoj bashkë me Patoni Sufin, edhe Atalanta Band, jemi, domethënë gjithsej jemi 6 vetë në band, e kemi edhe një djalë që është DJ jonë, a i vjen me neve gjithmonë, edhe kështu që përveç na dy që këndojmë, këndon edhe Gzimi dhe Ndriti, që nuk met një keq asnjëherë. Nuk besoj që kena me met në herë keq, po me shëndet nuk muna më shty, po derisa jemi dy këngëtarë, kështu që nuk është problem. Ja dilni po besoj një. Tjetëri pak ma në disponim, edhe normal do të me nejtë në sezon, me nejtë vetës gatë më shumë. Mundohemi më rujtë, me pushimin me bosa ma shumë, se vokali dënë edhe pushim. Mundohemi me pushu, normal nuk është sikur gjumi i natës edhe i ditës, po mundohemi me pushu, më konë të relaksum, edhe gjithë shka ka me shku okej, kur e nisësh me njetë mirë, me energjit mirë, energjia e grupit është perfekt, është shumë e mirë, edhe kështu që veç me vazhdu. Fatoni në natë në thë që Gilangjit janë ata që bujnë mas shumë të atmosferë. Po si pas teje? Na, thojnë ashtu se na vetim në Gilangjit. Okej, po përveç Gilani, cili është një prej territoreve ndoshta që sarë që shka një atmosfera është në top? Po kemi pas dasma, për shembull, pe thomë edhe Prizren ka po dasma të mira, kemi pas dasma si vjen Prizren, Suareg, që ka pas atmosferë të mrekullueshme. Po pra po dhëmë na nashte pse jena tek ana e Anamoravës edhe nashta kemi ma shumë shoqëni rreth aty, edhe kanë bëhë dasmat mira dhe ka ona, du më thonë edhe lidh pak ma shumë së është edhe pjesa e Luginës është Presheva, është Bejanovci, më thonë edhe ata bojnë dasma zakonisht edhe jena shumë afer, edhe, së di, gjithkon ku kemi shku kemi bëhë atmosferë të mirë, nuk muj me vequ dikon me thonë këto ma mirë ose këto ma keq ose kështu. Përgjithsi, të ne shqiptarët më duket se ka atmosferë të mirë, ku dhe që shkojnë? Po, ka atmosferë. Një gjatë që e kemi vrinë ndoshta në shumë prej dasmave në këtë vetë është se ka pas edhe muzikë me inteligencë artificiale. Për juve që jeni këngëtarës dhe mos për juve që krani 100% live në cilin dasëm. Po. Sa ndështë është shqetësuse me ndëgju një kongë me inteligencë artificiale, me AI që buhet, edhe a është ndojherë kështu pak e rrezikshme kur e mendon është se krejt bota të shku në drejtim të inteligencës artificiale, në ndojherë a rrezikon që ndoshta njerëz si ju që jeni mos me pas nevojë ma me këndu live ndosme, po gjitha me qenë me inteligencë artificiale. Dikush thot
pa e prek nuk e di, nuk e pa e prek. Edhe kjo puna e inteligencës mira, është gjithmonë të shku të avancu, po puna e live-it është pak ma ndryshe edhe e shijon më shumë, kur e shef. E ndryshe është veç me ndëgju, hala nuk po mujnë me dalu populata taman cila është e bo me inteligencë, cila është taman e punume. Mirë po na si artista, na e vrejmë, e dim saksisht cila është, nuk e di, në është për një demo caktume është e mirë, po për me pas një performancë është, nëse zhvillohet qatë shumë me robota, me këndu dasme atëre, dërzomi na ndrojmë profesionin. Qka dërme po, Florian? Ndrojmë profesionin. Ndrojmë profesionin, a? Florian, jeni të punu ndoj projekt, e di se tash nështë ta përshka kjo të angazhimeve të verës, se gjana tila është pak fështirë, mi adojnë me kryu edhe ndoj kong të re, ose ndoj album, ose qka du tjetër, po, a jeni të punu në këtë drejtim edhe kemi prind shtator në projekt të re? Na veç e kemi pas një kong para sezonës me komplet grupin, që u konë një kong shumë e mirë dhe shumë e suksesshme. Gjithë konë ku kemi shku, na kanë kërku atë kong, po. Edhe përveç kësaj, zakonisht edhe një CD album e bojna, me kong potpuri, me kong kështu, vjetra të reja përfshim përgjësi repertoarin. Edhe ato e kemi lansu, dhe më thonë, në sezon të verës, që ku kemi shku edhe shokve, dashamirve, kolegve që i kemi shpërndat CD-ja. Unë e kom një kong personale që nuk e kom lancu se u banën shumë kong. Okej, dhe të të kime nga sjell diçka, a? Po, ajo është e gatshme edhe klipi u përfundu edhe konga është një kong për shëqni, për kështu atmosferë. Një parapri sezonës tashme. E menojmë kështu me pas ka një kong, me thonë, në 2 muj, adhe në mësme leon pa pas diçka të re. Edhe tash, në më thonë, me qatë kong besoj që e lancoj në mujnë shtator, tani vjen mujnë tetor, që sigurisht në i kong me grupin, edhe du të mu pregadit tani për vitin e ri. Për vitin e ri. Po, se aty kena me pas tani potpuria, kena me pas kong që e shohim qka bashkaresht qka mujna me bo. Edhe tani vina i balat. Edhe prap nisi me sezon, kështë që gjithë se cila e ko nga një konga, se cila periud nga një kong. E ko atë kone vetë. Edhe një kongën e mirë, kur do që e lansën, ajo prapë është e mirë dhe mbetet kongë që ndëgjohet, në fakt. Pushime tasha i ka lënë zakonisht në Bregdet, Floriana, apo e prapë që ndështa me vizitu Bjeshk, ose diçka, sepse ka njerëz të ndryshëm me preferencat ndryshme. Pushimin, thash, veç na e kemi kryu dhe njerë para sezonës. Para sezonës. Kemi shku, kemi kryu pushimin, po besoj që edhe tash në i vikend në Bregdet, a? Në Bregdet, e tani për kone, e kena kone skimeve që e adhurej shumë, dhe me thonë skimin e du shumë, malin e lorë që atëherë ka dimre, ka bora. A ja vlim Brezovica me skiju ajo? Po, si vjetë e ka vlejtë shumë, u konë terenet shumë të mira, në konë si vjetë, i ka najtë shumë gati, po na kemi qef edhe me shëtit. Me shëtit, pa. Po Brezovica u konë perfekt si vjetë. Po për pushimet me shoktat ka marrë mali ajo, Florian? Po, ka marrë mali. Ama mirë, me shokta është me familje. Ja, e para është familja. E mandi edhe me shokta. Ja, me shok, veç kemi qenë një muj ditë me një energji super të mirë që është për mu majtë men, edhe falimderuset për shokve që s'kemi pas asë një ekses ma të voglin, edhe me vazhdu me këtë energji të mirë, me punë, se cili e bon e jep atë kontributin e vetë, edhe bo taman mirë. Nuk është që jam unë aty, ose është aj tjetër, se aj tjetër, po na jena taman. Edhe jeni ndër trollat grupe që vazhdojnë ende me qëndru kështë ma afat gjate. Isholla, mos më na morëm sysh me vazhdu sa ma gjatë, se jena shumë mirë. Shumë mirë. Florian, unë shpresoj që ashtu si keni nisë këtë sezonën ta përfundani, po sigurisht e sezonat e ashme ti keni po ka suksesshme sa keni pas në këtë vetë. Falenderoj jashtëzakonisht shumë që kishe fatin edhe mundësinë në fakt të ishe pjesë e jona sot. Unë të uroj një verë të këndshme dhe faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë, kënaqësi, edhe juve ju shkoft sa më mirë, sa më marr ky emision dhe çdo emision tjetër. Jemi në fund sezonit gati edhe na ashtu si ju. Fillojnë tani emisionet tjera. Kështu që thuaj se kemi një farë sezone të ngjashme, shumë kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua.